ke pasur dollari në rritje, bas një ulje, dollari shtu këtu për lartë dhe unë pata këtë zonë, shikon, unë mendova që dhe ishte pak më nga dalë ulja, nuk mund të jemi perfekt në parashikime, po 80% që shikoheshe kjo ulje këtu. Edhe ky vizatim ishte bërë nga data 7-8, 6, ndarte Discordin, ndarte të kanali im personal në YouTube, që ndaj analiza çdo ditë, ulje, prisja, dhe testim të zonës, që e ka bërë tani një farë testimi, dhe du të shikoj se si do hapet kjo javë. Shumë e rëndësishme kjo javë që a do ulet akoma dollari, apo jo, dhe si do jetë lidhja dollar, bondi 10 vjeçar dhe pastaj asetet me rrezik. Dhe këtu mësijat e bondi 10 vjeçar, që është në rritje këtu, i pati një bounce. Po u rrit bondi 10 vjeçar, i bën që tregtarët dhe institucionet po hyn tani te asetet sigurta, ku marrin 4% të sigurt. Bondi 10 vjeçar të jep 4% të sigurt. 4% çdo vit të sigurt. Kështu që po ju shikon këtë në rritje, i bën që po hyn dhe kanë frikë që tregu do ketë rënje më të thellë, të paktën për një periudhë të konsiderueshme. Dhe ka kërkesë për bondet 10 vjeçare në këtë rast. Dhe kemi parë këtë bounce-in, rritje, dhe do ta kemi në menaxhim ose në vëzhgim këtë si grafikun, po vjen një alert këtu që po thua atë, do kemi shtyje më të thella për poshtë te tregu i aksioneve dhe në kripto. Unë mendoj që mund të vazhdoj një farë konsolidimi këtu edhe një ditë dy, dhe pastaj të marrë vendimin në datën 19. Po lidhen çdo gjë perfekte. Floriri, e diskutuam edhe Floririn pak. po, zona që unë shikoj ishte kjo zona këtu që do kishte një dip që ja tregova çunave. Floriri mund vazhdoj të konsolidimin, më vëdim dhe ishte ndoshta më konsolidimi dhe ishte më shumë kështu për mendimin tim, kjo pastaj diçka e tillë ose në ndonjë vendim mund vi deri këtu që të bëjë ndonjë testim tjetër pak më thellë dhe pastaj ndërtoj strukturat. Kjo është një gjë tjetër që po e studiojmë. Pastaj po thu këtë strukturën, këtë zonën këtu dhe këtu, RSI-ja do ulet dhe do na çojë shumë e shitur këtu dhe ketë një tregtim serioz, ndoshta pak më thellë. Kjo është një për të parë me kujdes, edhe të mund marrë ca vendime te grupi i Forexit në këtë aspektu. Që RSI apo që bën diçka të tillë, këtu ne do të hym. Ndoshta dhe kjo zona 4000. 4000 që duket si mesatare që po mbahet, po mundohen të konsolidojmë mera 4000-shes, mes 4000-sër. Pra, plus 200 plus minus 200. Diçka e tillë. Por po u thy 4000-shja seriozisht dhe RSI-ja njëkohësisht në këtë zonë dhe këtë zonë 50, besoj që shkon për poshtë. Unë aty pak do ta kem në vëzhgim për vete. Për një short pak më të thellë. Dhe tek 3700. Tjetër, nafta që pati një rritje, pa mbuloj shpejt dhe pastaj ndet analiza fundit për sot. Ja ku e keni, unë kam darë analizat e mia te kanali im personal. Këto e ka qenë vizatime që unë kam bërë, jemi në një farë faze konsolidimi nën kësaj vize trendi për poshtë, duhet okay. Do shikoja, do shak të thyrjen këtu, zonën 54-55, që të zhvillonte ndonjë lëvizje të tillë për lart. Varet, po që tregu shitet, tregu e aksioneve shitet, për shembull teknologjia, kjo do rritet. Edhe do kemi një rritje ndoshta deri te 66-ta. Edhe kjo mund të jetë një trajtim që mund ta bëjmë te grupi Forexit. Për 10%. Mund ta vëzhgojmë si ide.
Kleo, ndonjë gjë tjetër për shtu këtu? Ta më me kaq? Mbyllim. Mbyllim, okej. Mesazh final për dëgjuesit? Ju bëjmë thirrje ose gjithë atyre që kanë dëshirë mësojnë rreth trading, rreth kriptove, stocks, forex, si funksionon tregu, të bëhen pjesë e Telegramit, aty pastaj do të marrin edhe informacionet nga shumë pjesëtar antar të grupit që diskutojnë aty rreth tregut, përpyesen çdo ditë, edhe nga Henry, ide, analiza, gjëra dhe pastaj shërbimet e Discordit që ne ofrojmë që janë shumë të lira ose diçka simbolike. Edhe aty pastaj është diçka më e specializuar dhe ju bëjmë thirrje na ndiqni dhe në YouTube subscribe, më shikoni videot, edhe në kanalin personal të Henry do të gjeni analiza ditore të çdo ditë, por në gjuhën anglisht. Po. Për Discord do thoj që e kam bërë ashtu sepse shikoj që Telegrami u mbi ngarku me analiza e të tjerëve dhe humbisnin analizat e mia edhe për të jo për të larguar, por për të le të themi përqendruar energjinë time diku ku ishin persona që kishin le të themi dëshirë që të shikoshin analizat e mia në detaje. Krijova grupin e Novi Steady që ofrova me 5 pound në muaj, që tani është 15. Edhe do vazhdoj të rritet si shërbim, prandaj po që hyni tani me 15 në muaj e keni shumë lirë. Ofrojmë këto analiza si këto të Bitcoin që e kam darë aty me skenaret, bëj live call çdo të diel me çunat dhe me vajzat e Discordit, Novi Steady që është 15 pound në muaj. Edhe do bëj dhe ca gjëra edukative aty falas, gratis, do shtohen aty për ju ndihmuar për ca gjëra elementare që të bëni tregtar më të aftë. Edhe është një hap në drejtimin e duhur. Është ashtu që tha Kleo, diçka simbolike, diçka sa për të justifikuar le të themi futjen dhe le të themi kohën time. Edhe i gjë tjetër që do thosh, e kam bërë me pagesë sepse kemi edhe shumë mashtrues që hyn te këto grupe me falas dhe kemi parë shumë mashtrime që janë tentuar këto kohë të fundit. Ne nuk i shkruajmë asnjëherë të parit në TikTok, në Instagram, në media sociale tonat, nuk i shkruajmë asnjëherë. Vetëm për që na shkruani, do t'i kthejmë përgjigje. Në Telegram nuk i shkruajmë të parit asnjëherë, vetëm për që jeni kurioz, do të na për shërbime mund na shkruani ju. Gjithashtu në Discord, se tani patëm dhe një rast të fundit kur dikush me lokacion në Nigeri kishe hyrë te Discordi jo me pagesë, kishe paguar për shërbimin dhe unë e përjashtova, e hoqa, hyri dhe pastaj fillon që t'i kontaktoshin antarët me mashtrime me emrin tim në Discord. Kështu që keni kujdes dhe në Discord dhe në media sociale të gjithë që ne asnjëherë nuk i shkruajmë të parit. Do të na shkoni ju, për që jeni interesuar për shërbimet tona. Shumë shpejt shërbimet do bëhen nëpërmjet një website që po ndërtohet, dhe çdo gjë do bëhet automatike me blerje dhe me link, me video, me gjëra të tjera që nuk do keni më këto dyshime që shërbimi është i joni. Atëherë po mbyll me kaq. Shumë faleminderit gjithë që ndetët deri në fund dhe shihemi javës tjetër.